Erdogani është një njeri që gjeti Turqinë në kolaps shumë të keq ekonomik se sa kolapsi ekonomik i Greqisë që solli në pushtet kryeministrin aktual të Greqisë. Dhe është fakt që për 10 vjet Erdogani ndryshoi Turqinë nga një vend i mbytur në borxhe dhe me ekonomi të mbaruar në një nga vendet më zhvilluara ekonomike dhe me një potencial shumë të madh zhvillimor. E dyta është që Erdogani, pavarësisht se ka qasje fetare në çështjet politike, Erdogani ka arritur të jetë shumë i qartë në çështjet e tij shtetërore. Dhe nëse sot Erdogani votohet, nuk votohet as se ka futur gazetarët në burg, as se mund të ketë futur ndonjë opozitar në burg, as se ka filluar luftën me Gülenin etj. Erdogani votohet sepse ka rritur ekonominë e Turqisë dhe ka forcuar Turqinë. Kjo është arsyeja. Duhet të jemi realistë. Pra, strategjia e Davutoglu's për të bërë një Turqi të fortë dhe për të bërë një fuqi rajonale, siç ka qenë dikur Perandoria Osmane, i ka dhënë rezultat politik. Tani është çështje tjetër nëse ne do shohim se çfarë do ndodhë në të ardhmen. Kjo është një histori tjetër. Unë mendoj që rreziku i futjes së Turqisë në një luftë rajonale do ta dobësonte Turqinë. Por e përsëris edhe një herë, Turqia është vend antar i NATO-s dhe është ushtria e dytë e NATO-s dhe është një nga 10 fuqitë ekonomike më të mëdha. Si do t'ja bëjnë këtë marrëdhënie të re me Putin? Duke qenë dhe vendi i dytë më i madh i NATO-s. Do të forcohen dhe Turqia do vazhdoj të ketë një rol shumë të madh ekonomik në pjesën aziatike nga Kazakistani dhe gjithë ish republikat sovjetike dhe do të forcohen ekonomikisht duke patur parasysh janë partnerët më të mëdhenj të Detit të Zi. Si do forcohen se ti e di shumë mirë se ç'ndodh. Nëse je vend antar i NATO-s, nuk mund të kesh këto marrëdhënie që ka tani Turqia me Rusinë. I ka dhe do të ketë dhe nuk e përzot do të kush nga NATO. Jo, nuk flas për përzënje, po flas për ruajtje ekuilibre. I ka dhe do të ketë sepse do lidhë interesat e veta ekonomike. Atë që po bën Erdogani është një mënyrë sepse shikoj gjithë kjo histori lindi nga fakti që nuk ka një politikë të jashtme europiane. Se po të kishte politikë të jashtme europiane, dhe të mos kishte paragjykime mbi faktin që popullsia turke apo popullsia shqiptare janë muslimane dhe do të kishte pas zgjerim. Për shqiptarët problemi musliman nuk ekziston. Tani nuk ekziston në tavolinë, por në tavolinë ti e di që ekziston. Si ka ardhur radha të ekzistojë ky problem, se kemi aq shumë probleme të tjera se s'ka ardhur radha qenurit musliman. Duhet jemi realistë, edhe ky problem është. Kur po i erdhi ndonjë dita nëse ka nuk ka patur vullnet për zgjerim, ka shtete të cilat kanë bërë më pak detyre se Shqipëria dhe kanë avancuar më përpara, po kjo është një çështje tjetër, fakti që një pjesë e madhe e politikanëve në Evropë, që nga Wilders sot në Hollandë e shumë tjerë duan Evropën një klub kristian, po kjo është një çështje